Eksperti i sigurisë Bedri Elezi na bashkohet pak momente për të bërë së bashku një analizë në një kohë që ka vetëm pak orë që ka ndodhur ky sulm i koordinuar mes SBA-s dhe Izraelit kundrejt Iranit, por nuk ka vënuar ndërkohë as kundër përgjigjja e Iranit ndaj disa prej bazave ushtarake amerikane në Bahrein, në Katar, si dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe. Elezi, faleminderit që je me ne. Faleminderit për ftesën. Me sa duket është zgjuar sërish kjo zonë konflikti, mendon se do të përshkallëzohet në një kohë që Irani, me sa duket në deklaratat që kanë patur për agjenci të ndryshme, eksponentë të ndryshëm qeverisës, artikulojnë se do të përgjigjen dhëmbë për dhëmbë dhe do të çojnë mbase moralin e Iranit lart. Mendon që do të shkon edhe përshkallëzimi? Në fakt duhet të marr 3 argumente përballë se nuk shoh ndonjë përshkallëzim dhe nuk shoh kapacitetet e Iranit për të vazhduar tutje me pretendimet për të cilat thamë se Irani ka deklaruar. E para, e pat se sistemi antiraketor, mbrojtja iraniane ajrore është e dobët dhe se është lehtësisht e mundur që të deportohesh me raketa apo me fluturake të ndryshme brenda territorit iranian, çka tregon një performancë të dobët të Iranit në pjesën e mbrojtjes, apo mund të themi në pretendimet e saj ushtarake. Argumenti i dytë është se Irani kërcënoi me sulme në vendet me të cilat edhe ka fillu, me sulme në bazat të ndryshme amerikane, në vendet të ndryshme të cilat janë afër me Iranin, tregon qartë atë se Irani nuk mbetet rrezik për SBA-n dhe disa partnerë të saj të cilët nuk janë në kufim me Iranin, por rrezikon vendet islamike, posaçërisht disa shtete me të cilat SBA-ja ka marrëdhënie dhe bashkëpunim sidomos në fushën ushtarake. Dhe argumenti i tretë është se e pat që në pamundësi Iranit për të organizuar një kundërpërgjigje për cilën pretendon, i njëjti është marrë më shumë me angazhime konkrete për strehimin e udhëheqësve të saj, sepse duket që nuk ka kapacitet edhe për t'i mbrojtur apo forma dhe mënyra të avancuara të organizimit mbrojtjes së tyre. Të 3 argumente tregojnë që Irani nuk ka kapacitet për ta kërcënuar një përshkallëzim serioz statës në lindjen e mesme, por se i njëjti pretendon që përmes kërcënimeve me përdorim të armëve bërthamore mund të ul kërkesat e SBA-s në raport me përfundimin e angazhimeve të Iranit në prodhimin e armëve bërthamore, apo edhe çështjet që lidhen me naftën dhe derivatet, përgjithsisht derivatet e Iranit. Unë kujtoj që pas një fushate jo të gjatë, Irani do të tërzohet, do të jetë i gatshëm që tulet në bisedime dhe do të pezulloj aktivitetet e saj për programet bërthamore, kështu që kujtoj që për një kohë ndoshta të gjatë pastaj do të sjellët paqja në atë zonë. Apo flasim vetëm për çështjen nukleare dhe pra të interes të madh që ka SBA dhe Izraeli për ta qetësuar situatën dhe për të mos lejuar Iranin për të prodhuar armë bërthamore, apo po flasim dhe për një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, rrëzimi i një regjimi? 3 gjëra janë të rëndësishme. E para është përfundimi i angazhimeve të Iranit sa i përket armëve bërthamore. E dyta është ndryshimi i regjimit apo rrëzimi i këtij pushteti, i cili po mbetet akoma kanosës për sigurinë e vendeve të lindjes mesme, dhe e treta derivatet. Ju e dini që përkundër thirrjeve që SBA ka pasur që të arrujë një balancë, një ekuilibër çështjeve të rrethimit të naftës, Irani ka vazhduar bashkëpunimin me Kinën dhe vendet me të cilat SBA-ja apo Rusinë ka mbështet luftën Rusi-Ukrainë, përkatësisht ka mbështet Rusinë, çka do të thotë se ka vazhduar që i njëjti të paraqes probleme serioze në çështjet e ekonomisë, duke pasur gjithmonë parasysh naftën, sepse Irani është derivatet. Irani është një shtet me impakt sa i përket çështjeve të mund të themi ekuilibrave në çështjen e tregtimit të derivateve. Prandaj janë këto 3 pika për të cilët SBA është e angazhuar, por mbi të gjitha është pezullimi i programit bërthamor, sepse ai është një sfidë serioze për gjithë globin, duke pasur parasysh që kjo kast politike në Iran ekziston mundësia që këta mjete bërthamore të i përdor për të rrezikuar qytetarët e vendeve të ndryshme, sidomos atyre me të cilat rrethohet apo vendeve kufitare.
Sot që flasim me lidhë burimet bërthamore dhe ushtarake dhe fuqinë ekonomike që ka Irani, është një potencial rreziku për vetë Izraelin dhe pastaj për SBA, apo është thjesht artikulimi publik dhe retorika që ka Khamenei, por edhe eksponentët e tjerë drejtuese të këtij vendi për të trembur dhe për të detyruar këto dy vende të bëjnë një hap pas? Të jeni të sigurt që është një retorikë dhe është më shumë një propagandë se fuqi reale, o dëshmuar fillimisht siç e thash në mbrojtjen raketore. Ju e dini që Irani në vazhdimsi ka pretenduar se ka një sistem të mbrojtjes të avancuar dhe se nuk do të ketë mundësi që Izraeli apo partnerët e saj, këtë rast edhe SBA-ja, të vendosin raketa apo të dërgojnë raketa brenda territorit të saj, por lehtësisht po kalojnë, çka do të thotë që në sigurinë ajrore Irani konsiderohet shumë i dobët. Dhe duke i pas parasysh këto dobësi publike, siç është tash edhe një herë deportimi kaq i thjeshtë i raketave brenda territorit iranian, atëherë kujtojmë se Irani po mundohet që të përdor më shumë propagandë se sa kapacitete reale në ballafaqim. Thjesht unë e di që edhe besoj që Irani nuk është i gatshëm të ulet në tavolinë pa një lloj presioni të tillë, nuk është i gatshëm që t'ju thotë qytetarëve të saj se pas gjithë asaj fushate të pakuptim në lidhje me mos vazhdimin e programit bërthamore, do të ulet në tavolinë, por do të thotë më vonë se ne kemi parasysh mbrojtjen e Iranit, jetën e qytetarëve, sigurisht pasi që të krijojnë viktima dhe dëme materiale, e më pas të pranoj që të ulet për dy çështje kryesore, siç është pezullimi i programit bërthamor dhe ndryshimi i qeverisë apo udhëheqjes në Iran. Reagim nga faktori europian, nga faktori ndërkombëtar, Kaja Kallas, Ursula von der Leyen deri në këto momente. Ndikojnë, pyetja e parë dhe e dyta për të mbyllur, sa i takon orëve dhe ditëve në vim. Mendon se do të ketë intensifikim të sulmeve, jo nga Irani, sepse do vazhdoj të kundërpërgjigjet, por nga SBA dhe nga Izraeli? Unë jam i sigurt që ekipet të cilat po punojnë fuqishëm për ta ulur Iranin në tavolinë me SBA-n, në çështjen që përmendëm më parë, bërthamore dhe